ajo kriza e shkaktuar atje në ngushticën e Hormuzit edhe gjithë kjo që po ndodh, e ka rritur çmimin gjithandej, e ka çuar në stratosferë, sidomos në ca vende shikoja më çonin ca miq nga Gjermania të merr. Por ne tani në kjo na gjen në kohën kur ne kishim filluar në fakt, dhe unë e kam thënë që në fjalën e parë në asamble mbasi fituam, që ne do të hymë në tregun e naftës me një faktor publik, me një faktor shtetëror, me një kompani publike. Dhe pse do të hymë në tregun e naftës me një kompani publike, në atë kohë se s'kishte luftë në atë kohë, pra nuk kishte lidhje me luftën. Do të hymë për të garantuar që qytetarët, konsumatorët tanë të karburanteve nuk detyrohen të paguajnë më shumë se sa që takon. Dhe për të siguruar që rezerva dhe prandaj edhe kjo është një koincidencë, sepse ligji për rezervën strategjike që duhet mbaj shteti, ligji i ri është në procesin e konsultimit, pra është bërë përpara. Kemi pasur një naftë që ngjyrohej, markohej, siç quhet, që vendoset një komponent kimik për të identifikuar naftën që hyn në mënyrë legale dhe jo kontraband. Ishte një koncesion i trashëguar. Ne u përpoqëm ta rregullojmë sa të mundeshim, pa ishte boj që holloj kollaj apo sajoj kollaj. Tani, me kompaninë publike që kemi krijuar një tjetër kompani publike, që është një kompani kemi krijuar bashkë me të njëjtën kompani që ka shteti në Emiratet e Bashkuara, ne do të nxjerrim për çështje 1-2 muajsh, sepse është në ato fazat e fundit, do të nxjerrim një tjetër ngjyrues që është i pa manipulueshëm. Dhe do ndihmoj shumë kjo për të formalizuar deri në fund tregun e naftës, sepse nga gjitha analizat që bëjmë, ka një sasi nafte e cila është jashtë radarëve të shtetit. Tjetra që ndodh me naftën është struquratur naftë tranzit, që hyn në Shqipëri për të shkuar në vendet që janë në kufi toksor me Shqipërinë, dhe që pastaj një pjesë e saj mbetet në Shqipëri në mënyrë ilegale.